Dashi, sot do të jeni shumë të kujdesshëm, madje edhe për detajet më të vogla, dhe çdo gjë do të ecë në mënyrë të përsosur. Në marrëdhënie do t'i kushtoni gjithë vëmendjen partnerit tuaj, duke forcuar lidhjen dhe duke ruajtur harmoninë e përbashkët. Për ata që janë beqar, do të ndjeni impulsin e papritur të dashurisë me shikim të parë, sidomos në momente të qeta, dhe kjo mund të sjellë një kthim të plotë të jetës suaj emocionuese. Në punë, është më mirë të mbani idetë dhe planet personale për vetvete derisa të keni rezultate konkrete, mos i shpërndani ato përpara se t'i realizoni. Në planin financiar, do të përballeni me sfida të mëdha, pasi mund të kryeni shpenzimet me maturi, gjë që do të sjellë probleme serioze nëse nuk i kontrolloni me kujdes. Demi. Sot, Jupiteri do t'ju ndihmojë të ndiheni edhe më të lumtur se më parë. Në marrëdhënie, partneri do të bëjë përpjekje për të rregulluar çdo çështje dhe për të përmirësuar jetën në çift, duke reflektuar me kujdes secilën situatë dhe duke marrë vendime të rëndësishme së bashku. Për beqarët, ndikimi i Uranit do t'ju nxjisë të bëni zgjedhje personale që do të plotësojnë dëshirat tuaja. Në ambientin e punës, do të përfitoni nga energjia e jashtëzakonshme dhe do të punoni fort për të arritur qëllimet më të mira, edhe pse do të ndiheni të lodhur, por rezultatet do të jenë të kënaqshme. Në planin financiar, do të mbizotërojë një atmosferë favorizuese dhe gjendja do të përmirësohet dukshëm. Binjakët. Sot, dielli dhe hëna do t'ju inkurajojnë të jeni përkushtuar ndaj vetes dhe të bëni maksimalin, pavarësisht se sa do ju kushtohet kjo. Në marrëdhënie, ndryshimet e mëdha janë të pashmangshme, kështu që përgatituni shpirtërisht për transformimet që do të vendosin fundin e së shkuarës së hidhur. Për beqarët, dita do të mbushet me optimizëm dhe takime interesante, që mund të sjellin horizonte të reja, edhe pse së bashku me sfida, do të mësoni shumë nga çdo përvojë. Në ambientin e punës, edhe nëse fillimi është pak konfuz, me durim do të rregulloni situatën pa shumë komplikime. Në planin financiar, mbajtja e disiplinës është thelbësore. Kujdesi në shpenzime do të qenë çelësi për të ruajtur nga çështjet e jashtëkontrolluara. Daforia. Me ndihmën e Uranit sot do të bëni një bilanc të plotë të asaj që keni përjetuar deri më tani dhe do të merrni vendime të reja, duke sjellë ndryshime pozitive në jetën tuaj sentimentale. Nëse jeni në një lidhje, do të shihni se çdo moment bëhet më i bukur se më parë, ndërsa problemet e vogla do të zgjidhen përmes tolerancës dhe mirëkuptimit. Për beqarët, drita jeshile do të ndriçojë rrugën tuaj. Një hap i vogël mund të shënojë fillimin e diçkaje të re. Në punë, ndonse mund të ndërprisni kontratat nëse ndiheni pak të pakënaqur me trajtimin nga shefat, vendime të tilla kërkojnë reflektime të thella. Ndërkohë, të ardhurat financiare do të shfaqin përmirësime të qëndrueshme, por vendimet duhet të merren me kujdes për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme. Luani. Sot do të jetoni me një realizëm të fortë dhe me përpjekje minimale, duke arritur çdo qëllim që keni vendosur. Në marrëdhënie, atmosfera do të jetë plot ngjyra, dhe mes jush dhe partnerit do të ndiheni sikur jeni në ëndër, gjithçka do të ecë për mrekulli. Nëse jeni beqar, mund të ndiheni pak të mërzitur, sepse shpirti i binjakut nuk do të gjendet menjëherë, por kjo ka pjesë të veta në rrugën tuaj. Në punë, do t'i tregoni të gjithëve talentin tuaj, duke shfrytëzuar çdo mundësi për të përmirësuar situatën. Financat do të mbizotërojnë nëse të shmangni çdo lloj teprimi. Disa shpenzime të planuara do të kontribuojnë për ruajtjen e ekuilibrit financiar. Virgjëresha. Sot, bashkëpunimi i fortë i Hënës dhe Venusit do t'ju sjellë një energji optimiste, veçanërisht në karrierë. Nëse jeni në një marrëdhënie, besimi tek partneri do të rritet dhe çdo bisedë do t'ju bëjë të ndiheni të lidhur. Për beqarët, takimet e ardhshme mund të ndizin shpresat për një lidhje serioze, por vendimet duhet të merren me kujdes. Në punë do të keni shumë mundësi për të zhvilluar projekte të reja, ndërsa çdo sfidë do të përballet me mirënjohje dhe përkushtim. Në planin financiar duhet të jeni të vëmendshëm ndaj çdo shpenzimi, pasi mbajtja e disiplinës financiare do t'ju shmang nga tronditjet e mundshme. Peshorja. Dita e sotme do të jetë mbushur me dinamizëm intelektual dhe kreativitet. Në marrëdhënie do të ndiheni plot me partnerin tuaj, duke ndarë momente të ngrohta dhe biseda të hapura që forcojnë lidhjen. Për beqarët do të keni një surprizë të këndshme, një dashuri me shikim të parë që do t'ju lejojë të filloni një rrugëtim të ri. Në ambientin e punës, marrëdhëniet me kolegët do të përmirësohen dhe do të gjeni frymëzim për të realizuar ide të reja. Në planin financiar, është thelbësore të mbani një disiplinë të fortë. Çdo shpenzim i menaxhuar me kujdes do t'ju ndihmojë të ruani stabilitetin, edhe pse situata mund të kërkojë më shumë përmirësime. Akrepi.
Sot, ndikimi i Venusit do t'ju mbush me emocione të pasura, duke bërë që çdo situatë të duket më intensive. Në marrëdhënie, partneri do t'ju bjerë të ndjeni të mbushur me ndjesi, por edhe për beqarët duhet të tregojeni të rezervuar, në mënyrë që gabimet impulsive të mos dëmtojnë përvojën tuaj. Në ambientin e punës, këmbëngulja dhe koordinimi do të sjellin përfitime të rëndësishme, ndërsa çdo vendim financiar do të duhet të bëhet me maturi për të mbajtur ekuilibrin. Mendojeni çdo hap me kujdes për të shmangur pasojat të padëshiruara. Shigjetari. Sot do të keni liri të madhe për të shprehur mendimet tuaja dhe do të ndiqni rrugën tuaj me vendosmëri. Në marrëdhënie, dita do të ketë momente të jashtëzakonshme që do t'ju bëjnë të ndiheni sikur jeni në ëndra, duke sjellë një harmoni të re në çift. Për beqarët, mendoni për të bërë propozime të reja, por kujdes se reagimet e të tjerëve mund të mos jenë si pritën. Në ambientin e punës do të jenë të shfaqura mundësi që do t'ju ndihmojnë të avanconi, ndërsa në planin financiar, disiplinë në menaxhimin e shpenzimeve do t'ju mbajnë në rrugën e duhur për sukses afatgjat. Britsjapi. Sot duhet të tregojeni shumë të kujdesshëm me komunikimin. Çdo fjalë e pavendosur mund të ketë pasoja të mëdha. Nëse jeni në një marrëdhënie, bashkëpunimi me partnerin do të sjellë momente të privilegjuara, por ruani vëmendjen tek çdo detaj, për të shmangur gabimet që mund t'i prishin të gjitha. Për beqarët, sinqeriteti dhe hapja e ndjenjave do t'ju ofrojnë mundësi të reja, por vetëm nëse bëni hapin e duhur në kohën e duhur. Në ambientin e punës do të aprovojnë projektet tuaja dhe do të ndiheni të vlerësuar, ndërsa në planin financiar, disiplinë do t'ju ndihmojë të mbani rregullin e shpenzimeve dhe të ruani stabilitetin. Ujori. Sot do të dëshironi të jeni ai që thot fjalën e fundit për çdo çështje, duke u bërë burim i rëndësishëm vendimarrjeje. Në marrëdhënie, dita do të jetë më e bukur dhe do të bëni plane për të ardhmen, duke dhënë rëndësi çdo moment të kaluar me partnerin tuaj. Për ata që janë beqar, dashuria me shikim të parë mund të ndryshojë rrjedhën e jetës, duke sjellë transformime të papritura. Në ambientin e punës mund të ndjeni pak vonesë, por me qetësi do të arrini të përfundoni projektet me sukses. Në planin financiar, ndikimi i Plutonit do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo problem një nga një, duke sjellë rregullim dhe përmirësim në mënyrë të qëndrueshme. Peshqit. Sot do të ndiheni shumë të lidhur me emocionet dhe intuitën tuaj, duke ju shtyrë të ndërmerrni hapa që do të sjellin një transformim të thellë në jetën tuaj. Në marrëdhënie, nëse jeni në një lidhje, do të punoni për të krijuar një komunikim të hapur dhe të ngrohtë, që do të forcojë harmoni dhe besim mes jush. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të sjellë një ndjenjë të re dashurie, por është e rëndësishme të ruani durimin dhe të mos ndërtoni pritshmëri që nuk reflektojnë realitetin. Në ambientin e punës, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, duke ju dhënë mundësinë të realizoni projekte inovative, edhe pse mund të përballeni me sfida që kërkojnë vendimarrje të menduar. Në planin financiar, ju duhet të tregojeni me disiplinë dhe të merrni vendime të informuara,